rahmatullahi wa barakatuh. Prezrenas, ju falemnderit për ftesën, paqja e Allahut, mëshira, urtësit, mirësit, begatit e Allahut qofshin mbi ju. Ju përshëndes ulemat të nderuar, ju përshëndes rini, bi dhe bia, motra të nderuar, vëllezër. Ju përshëndes juve burrave të rendit. Allahu e baft natë të bekuar në qytetin ton, qerdhe e Islamit në Kosovë, qytetit e Prezrenit shumë të dashur. Ne nuk jemi këtu për të thënë një sen që ju nuk e ndëgju asnjëherë, por jemi për të takuar në emrin e Allahut që na ka dërguar dritën mbi dritë mësuesin e njerëzisë, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, që të gëzohemi për datë lindjen, datë jetën, datë vdekjen, pas jetës atij deri ditën e gjykimit. Të nderuar, atë që unë sante në këtë natë dhe t'ju ftoj të ndjekim një pjesë të bisedës time të shkurtuar, është ajo se ju përkem jeni të buar sante në sallën sportive të Prizrenit. Të gjithë së bashku jemi këtu për të rikujtuar dhe njëherë atë që emri i tij në këtë botë padyshim është përmendur më së shumti se gjithë emrat që ka kriju Allahu. Do t'ju ftoj të llogaritni më njëherë nëse ju posedoni një digitron apo një kompjuter dore në dorën tuaj, e nëse nuk keni mundësi me ndjek atë, ju porosis që po të shtuarit në shtëpi të bani të mos e lini me e bë. Ajo llogaria shumë e shpejt, emri i tij sa herë përmendet para se të diel dielli. Ata njerëz që sot thojnë la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, janë gjithsej 1.700 milion njerëz, prej këtyre 1 miliard njerëz e falin namazin. Vetëm në namazin e sabahit, emri Muhammedi sallallahu alaihi wasallam pa dardhje dhe përmendet 11 miliard herë gjithsej. Këtë fakt se ka pas asnjë shpirt i krijuar. Pastaj ju do të dashur ju ftoj që të përcjellni vetë në shtëpi namazin e drekës, pastaj të përcjell namazin e ikindijës, të akşamit e të yatsijës. Gjatë ditës namazet e rregullta i kanë gjithsej 40 rekat, gjithsej i kanë ka 10 tehijate, 18 tehijate. 4 herë emri Muhammedit përmendet në çdo salavat. 2 herë përmendet brenda e tehijatit, 1 miliard herë ti shumëzoni të shtëpia këto sende sepse këtu s'keni kohë. Kjo është emri Muhammed, kjo është dritë e vërtetë që ma bota kësaj drite s'ka pa. Ju jeni i xhamati i këtij Muhammedit, ju jeni pasuesi të rrugës njeriu më të madh dhe më të ndershëm që ka pa bota. E pastaj të ndalën të mendoheni 1,5 milion minare janë në botë, 1,5 milion muezina herë 5 e përmendën e Muhammed në minare. Të nderuar pasues të rrugës së Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, të nderuar që ju, unë jam i bindur thellë se ju e doni ata më shumë se vetëm sepse është pjesë e imanit tuaj. Ju thras që të llogaritni në ajetin kuranor në suratul Ahzab, në pjesën 21 Kurani Kerim, ku Allahu xhalla xhelaluhu ka thënë: Bismillahirrahmanirrahim. Ya inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ka thënë, unë thëmë mbi Muhammedin, unë e përshëndes Muhammedin, krijuesi i njerëzisë ka marrë përsipër nga mëshira e tij e pafund që të përmend emrin Muhammed dhe të përshëndet atë. Ai ka thënë: ملائكة مية لا يخلو شبر في السماوات ولا في الأرض إلا وفيه ملك. سكبلان نجيل لنتوب شسكاني ملك إذن نقفت اللهم صل على محمد. براكاتش فرمانة من محمد مرداتيتس يثراس يوبا كثان او نيرس چتخوني اللهم صل على محمد. O Zoti i njerëzisë, këtë nder që na ka ba këtë nder që të jemi njerëz pasuesit e rrugës së njeriu nga të ndershëm. Kjo ishte një himje shumë e shkurtë asaj që kam pas dëshirë. Ty u thras të mendojmë të gjithë së bashku për ka po thirremi ne, për ka po tubohemi ne, kanë po e dojmë ne faktikisht. A meriton ai këtë dashuri të madhe? Ai meriton edhe më shumë se këtë dashuri që ju e keni shprehur ndaj atij me prezencën tuaj në këtë natë të bekuar sante në Prizren. Të nderuar,
më duket se je kriju si të jesh i krijuar nga dora jote, si pas dëshirës tënde. Ai i bukur i Muhammed a.s. Ai ka me një din prej Allahut, me një libër të famshëm prej Allahut, me një libër udhërrëfijës për ne, me qëllimin e me një qëllim të përgjithshëm, vetëm me një qëllim, ka thënë Allahu për këtë qëllim. Në surat Ibrahim, në ajetin numër 2, ka thënë Allahu xhalla xhelalu, ja alif lam ra, kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur. E kemi zbrit këtë libër për t'u nxjerrë njerëzit prej errësirave në dritë. Po në dritë me të vërtetë, libër i cili nuk plakat asnjëherë, din i cili nuk vjetrohet asnjëherë, ajete kuranore dhe hadise që nuk thinen asnjëherë, por nuk thinen asnjëherë, po që nuk thinen asnjëherë, unë du t'i sjell di shemboj 3 apo 4, e ju inshallah u gjeni të durueshëm. Në gjitha lamit çka ka folur Kurani i Kerimi dhe dini i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, asnjë sen nuk bëhet të vjetër. Një sen nga ata që nuk bëhet të vjetër, të mos dalin prej sallës pa u vërtetuar se këtë din asnjëherë nuk bëhet të vjetër. Prezenca juaj me këtë numër të madh të rinjës flet se kjo fe asnjëherë s'bëhet të vjetër. Në anën ligjore, o ju gjykatës ka jeni në botë, o ju sallat e gjykimit ka jeni në botë, po ju pisim së bashku vëllezër, a bëhet ndonjëherë i vjetër normativi kuranor i cili ka thënë: "Wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl", kur të gjikoni mes njerëzve, mos gjikoni me të drejtë. A bëhet kjo e vjetër ndonjëherë? Për punë dhe jetë ka thënë: "Wa kul ya'malu", punoni, sepse kjo botë ka dy faqe. Ju porosisë të nderuar të rinj që jeni në sallë të reja, bota jonë që jetojmë ne ka vetëm dy faqe. Të dy faqet janë me secila prej dy faqe i ka emrin e vet. Kjo botë i ka dy faqe gjithsej. Faqja numër 1 e kësaj bote është faqja e bardhë, kështu e ka emrin e dyta është faqja e zezë. Faqja e bardhë është faqja e dorës së punës, faqja e zezë është dora e mundësisë, ana e mundësisë, ana e punës. Për të në nxjerrë gjithsej prej faqes së zezë, për të na hudhë në faqen e bardhë ka thënë: "Wa kul ya'malu", punoni, sepse ju të jeni faqe bardhët. Për ndryshe juve ana tjetër nuk i pa hije fare. Të nderuar, sa i përket ekonomisë të tregut, ekonomisë të shtëpisë, ekonomisë maksimale, ekonomisë mesatare, ekonomisë globale, ekonomisë të përgjithshme, ekonomisë të veçantë, ka thënë: "Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbu al-musrifin." Hani, pini, mos harxoni tepër, mori fund ekonomia. Kja jetë do në universitet për vete, kja jetë do në profesorat e ekonomisë që ta shtilojnë dhe ta zbërtajnë fjallën e Allahu Gjelle Gjelaluhu e Gjelle Shalu. Kështu pra prej, elhamdulillahi Rabbil Alamin, deri në minel gjindet i wal nas, kejt e ka Kurani Kerimi këtë karakter. Muhammed a.s. Zbërthisi maj mirë i këti libri, për të cilin ne jemi dukorë të stante, a i në hadiset e ti, qartë e bukër e drejtë fletë, se ne jemi umeti maj pasër. Jemi umeti maj pasër se kemi ata në vijë, e kemi ata përgamer. Në të bëzë Allahu prapë, në kësi salla dhe më të mla, në shtëpita Allahu dhe të shtëpit tonë, për të manifestu ditën e datërinjës më të bukur, të njeriut më të bukur, të njeriut më të nderuar, të njeriut më të ngritë, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, të nderuar në këndërë. Por unë vlerësoj kohën tuaj, unë vlerësoj këtë natë të bekuar tuaj, ju faleminderit dhe me respekt të veçantë, ju thëjme selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.